Do të jemi i shkurtë dhe i qartë, shpresoj se radhë i mbështetur në ajetin numër 42 të surës Ibrahim. Allahu dhu xhelal në këtë ajet kuranor na jep një farë ngushëllimi, një farë mbështetje shumë të fortë. Na jep neve muslimanëve, besimtarëve, atyre që jo vetëm me emër janë muslimanë, atyre që jo vetëm në formë janë muslimanë, jo atyre që jo vetëm në pamje janë muslimanë, sepse Allahu dhu xhelal në Kur'an bëri dallimin mes termit muslim edhe mu'min, musliman edhe besimtar. Musliman mund me konë çdo kush, mund me umaru çdo kush, mu'min ai që është Allahu dhu xhelal është në krahun e tij. Nderuar vëllezër, Allahu dhu xhelal është i informuar për gjithçka. Allahu dhu xhelal sheh gjithçka. Allahu dhu xhelal e sheh edhe zullumin pa drejtësinë që i bëhet njeriut. Allahu dhu xhelal e sheh edhe zullumqarin që e bën pa drejtësinë. Nuk po flas vetëm për rastin konkret, flasën për gjithësi. Zullum mund bëhet brenda në familje, i bën zullum baba e vladit. Zullum i bën. I bën pa drejtësi. I bën zullum e vladi babës. I bën zullum vllau vllaut. I bën zullum kojshia kojshies. I bën zullum populli shtetit. I bën zullum shteti popullit. I bën zullum partia njerëzve, i bën zullum hoxha xhamatit, i bën zullum xhamati hoxhës dhe zullumi më i madh. Që Allahu xhelal nuk e fal, atë pak më vonë do e përmendi. Që Allahu xhelal nuk e fal. Dëroj vëllezër, atëherë do të parashtrojmë pyetjen na. Qofse Allahu xhelal kipi i shit ka padrejti që ndodhin në jetë, mrena në familje, jashtë familjes, në rrugë, në hall, shtet, në botë. Pse Allahu dhu xhelal nuk ndërhyn me i rregullu këto punë? Pse i lën njerëzit me hek? A thua Allahu dhu xhelal është mirë i informuar për gjithçka që ndodh? Po a heki dyshimin me njëherë. Edhe atë mend çka mendon, çkit moment Allahu xhelal e di. Çka rrotullon mendën tonë. Dhe Allahu xhelal që thash në fillim, në surën Ibrahim na jep një farë mbështetje. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Hiç mos mendojeni. Hiç mos e lodhni mendjen as dyshim mos keni që Allahu xhelal nuk ka të njoftum për zullumin dhe dëmin që e bëjnë zullumqarët. Mos ta morë mendja që se di, e ke pikërisht, e di Allahu xhelal. Por Allahu xhelal e shtyn, jep afat, jep mundësi, e shtyn. Dhe në kur ka me shtyn? Ka me shtyn dhe në veçanti ka me qit me danë mos këtë botë, a ditë që të thot Allahu xhelal, a ditë që shtongën sytë. Mesin sytë hapët, shka tha na bo? Keni po poplin? Në këtë botë nuk e din, se di se nuk e dim çka ka në brendin e njerëzve, thash, nuk e dim. Ka shumë gjëra që nuk i dim, shumë lojra që nuk i dim, ama një ditë këto lojra ka në shpalos, thot Allahu dhu xhelal, ka me qit me dan dhe sytë e njerëzve ka me ngel të shtongur, ka me ngel të hapur. Çka ka na kon puna? Kjo është, thash, jo vetëm në problemin që na shkon mendja neve, par në çdo zullum që ndodh brenda familjes dhe jashtë familjes. Dërua vëllezër besimtar, po krahas botës së ardhshme na e kena një dunjë që duhet me jetu, apo? Allahu xhelal prap ju kisha lutur në surën Ibrahim, të shtëpia gjuhën shqipe lexojnë, shfletojnë. Allahu xhelal tregon që shumë njerëz që kanë bërë zullum në këtë dunjë, pra po tham, pa më parasysh në cilin nivel, a zullum brenda shtëpisë apo zullum jashtë shtëpisë. Allahu xhelal i ka shkatru që në këtë botë dhe na ka dhënë shembull në Kur'an. Që këtë botë popull të tërë, Allah i ka shkatru, popull të tërë, janë bon laik me i shkatru, Allahu xhelal i ka shkatru.
Në 27 vende në Kur'an, Allahu Xhelal përmend popullin e Lutit. Në 27 vende në Kur'an, u hape keqja, u përhapa moraliteti, u përhapën smundje shumë kësia që nuk guxojnë të ndodhin në tek njerëzia, tek ata që i thonë vetë që janë njerëz. Po nuk dëgjojnë fjalën e pejgamberit, Lutit alayhis salam. Nuk dëgjojnë fjalën e Allahut. Allahu Xhelal çka boni? E kam shpjeguar disa herë. E bëni një tërmet çuditshëm që nuk la gjallë asnjë njeri nga i popull. E zhduki. Në vitin 79 miladi. Kja popull të të? Allahu Xhelal në Kur'an shembull që ka likuidu apo pastru njerëzit më të fortë në botë të asaj kohe. E keni dëgjuar gjithë faraonin. Faraoni. Njerëzit trishtoheshin kur ja përmendin emrin faraon. Faraoni kur filloi veça me in huj. Se njerëzit që kada, ti një veça në huj, edhe ini shumë veça në huj, edhe filloi ta ndjenë veten sa Zot. Allahu na rrit. Dhe çka tha? I dha ndihmësit të vet Hamanit. Mbledhe ushtrien, zgjedh punëtor, dhe të më ndreqish një kull shumë të madhe. Një kull shumë të madhe. Se duhet t'i qaroj e t'i pastroj hesapët me Zotin e Musës a.s. Bolë. 50.000 punëtor punun. Ja banën, si ja banën atë kullën e madhe. Hipi lartë në atë kull, me një shigjet në dorë, edhe filloj dhe hulli shigjetën lartë në qiell, dhe tha kuj o Zoti Musës, hajde me mu pastroj punë, e hulli lartë, shigjeta u kthim mbrapa, edhe tha, masi nuk e goditi pra faraonin, tha tash, i pastrova punët me Zotin e Musës, tash Zot janë veçune. Me ndja njerit. Allahu Xhelali tha Gjibrilit, o Gjibril, shko pak qatë kullën dridhe. Shko. Gjibrili erdhë vetëm me një prej flatrave të tij. E goditi kullën. Kulla ndonë 3 pjesë. Një pjesë e kullës ra mbi ushtarët, që janë mbyti me 100.000 ushtarë. Një kull tjetër ra mbi punëtorët, mbi ustallarët, që ndreqën atë kull, dhe pjesa e tretë ra në deti. Këtë ngjarje hollësisht e keni në një tefsir i njohur, e një dietari shumë madh botës, tefsiri Mafatihul Ghaib, nga dietari i madh Fakhruddin Ar-Razi. Allahu Xhelal me Kur'an na tregon fundin e çdit faraoni. Fundi ku ishte? Fundi ishte që aty ku ra pjesa e tretë në ujë, në deti. Që aty u fundos, nuk mujti me dalë pi ujit, mas shumë kohe, uji e nxeri trupin e tij bregdet, edhe u bo shembull çeki çka e thëke vetë Zot çka ndodhi. Ndërro vëllezër, Allahu Xhelal pra, edhe popull që bënin zullum diti me i fshin, edhe njerëz që bënin zullum, Allahu Xhelal diti me i fshin. Dhe ne që jemi besimtar musliman, na që i falim 5 kohë namaz, para se me bëjmë të spit, çfarë doje bëjmë na? Ato që i bëjmë të spit. Allahu Xhelal me ka mësu këtë doa. La hawla wala quwwata illa billah. S'ka forcë, s'ka kuvet, s'ka kudret më i madh përveç Allahu Xhelal. Nga musliman kështu duhet me mendu. Jo mu frigu. Në zemrën e musliman nuk ka frikë. Në zemrën e muslimanit ka bindje. Se nuk ka fortë dhe kuvet dhe kudret më të madh se Allahu i lartë madhërishëm. Kur nis Musa me Harunin dhe nisën edhe shku me u taku me faraonin, edhe fillun me u tut dhe thanë, po këshire sa i fortë o faraonin, sa njerëz ka, sa ushtar ka, me u nervozu diçka, çka ka me na bo neve. Allahu Xhelal në surën Taha e shpjegon gjithësisht këtë ngjarje. Allahu Xhelal çka i thot? I thot atij dhe neve, la takhafa. Mos u tutni, inneni ma'akuma, se une jam me juve të dive. Asma'u wa ara. Edhe ndëgjoj edhe shoh se çka po ndodh në juve.
edhe Allahu dhe Xhelal e bani fitues Musën dhe Harunin. E banën një grumbull të majë drunç me djeg Ibrahimin a.s. Kush Nemrudi? Këtë kini ndëgju këtë rast. E morë me katapult e udhën. Allahu dhe Xhelal i dha urdhën zjarit, ti theje kretë ato ligjet natyrore. I tha ti një shash i konë zanë të gjek, i nxehtë. Pre tash ti me konë i freskët, nuk gëdon në robin tim të atjegish. Kur ra Ibrahimi në atë grumbull zjarish, drunjë dhe zjarë, unë ndje shumë i rahatshëm dhe i freskët. Kush e bani këtë? Allah i madhërish. Dërro dhezë. Pse po e tham këtë? A i kina analizu ndë njëherë na, muslimanët, lidhjen tonë me Allahun se e kina? Na, lidhjen tonë me Allahun se e kina? A i kina mendu ndë njëherë na, a i kina kry obligime ndaj Allahut? A i kina mendu na ndë njëherë, a i kina na për krahjen e Allahut? A i kina mendu ndë njëherë na, mos valë Allahu dhu Xhelal na sprovon apo dënon? A i kina që mendën këtu ndë njëherë? Dërruar vlezër besimtarë. Shkon të Musa a.s. u taku me Allahun dhe një njeri doli dhe tha, o Musa, e di që shkon të takosh me Allahun, a ka mundësi me vetë Allahun, e kam një kujshi, aman shumë i keq, shumë ban zullum, shumë jam siklet madh prej ti, a bën me e shiku me vetë Allahun edhe sa ko ime, a i kushia jem që ta di dhe sa ka me hekune, dhe sa ka me hek. Musa a.s. thë në regu. Shkoju taku me Allahun dhu Xhelal, edhe u këthim brapa, në tefsirin e Ibn Kathirit të regohet kjo ngjarje. Edhe kur u këthim brapa, i thot, e pyeta Allahun dhu Xhelal, dhe Allahun dhu Xhelal më tha, që qaj kushia jotë pas ka me jetu edhe 100 vjetë. Me kona që kishme bo në atë moment? Ja, po se launë, ndërzote pas të vetën e punë. Do të reagojsh, do përcasish nga revolta, se siklet shumë madhije. Po besimtari musliman që ka lidhën e fort me Allahun, që ka thot? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ku i mbështetet? I mbështetet Allahu dhu Xhelal, sa mbështet si mira është qaj. Por ja lëm dorë Allahu dhu Xhelal këtë punë. Ta shohim Allahu dhu Xhelal, çka do bën. Ditën e nesër më tregon njeriu kur u çova e shoh një tollovi te kushi, bën një tollovi e madhe, një potere, një zhurmë. Edhe po e çon di kanë me shkove të çka kanë këto kushi. Vjen edhe i informojnë ka vdek kushia. Ai subhanallah. Po dje mu merr informata që 100 vjet kam jetu. Sot ki pas ka ndru jetë, pas ka vdek. Allahu dhu Xhelal me pejgamberët komunikonte, i dërgonte wahy. Ja dërgoi wahyin Musës alayhi salatu wassalam dhe i tha, o Musa, jeta ati njeriu ka qenë me jetu edhe 100 vjet. Po pasi që ki ishte i lidhur shumë fort me mu, pra me Allahun e madhërishëm, une e kam atë fort dhe atë kuvet, la hawla wa la quwwata illa billah. Atë fort dhe atë kuvet, dhe unë ja shkurtova imri dhe jetën këti, edhe këtë njeri ja mora shpiti, këtë njeri. Ndorë të kuj kana? Ndorë të Allahu dhu Xhelal. Dërruar vëllezër besimtar, ka shumë raste për me tregu në këtë aspekt, për me argumentu që forca, kuveti dhe kudreti është në duart të Allahu dhu Xhelal, por me rëndësi anë që ne të jemi të lidhur fort me Allahun dhu Xhelal. Nuk dhe zgjas të tepër. Dërru më lafsoj me një rast, me një ngjarje. Pejgamberi Allahu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dërgonte të dërguar për me i ftu njerëzit dhe në veçanti prijesit, krijetarët në Islam. Një prej atyre ishte edhe Kisra, mbreti i Persisë. E dërgoi Abdullahun. Që ja qëj letrën e lexoj letrën, po i bi shkurt ngjarjes, e lexoj letrën në emër të Allahut. Pastaj nga i dërguari i Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam drejtuar filonit letër. Kur e mor letrën Kisra e lexoj, edhe unë nervozu. Tha çaj Muhamedi, çaj. Tha mu ka shkruar letër. Edhe më fton mu në Islam. Ma çfarë Islami, edhe e shkoqi letër.
edhe hudhi. Abdullah në atë moment u rëvërtu. Edhe thot pastaj tregon, thot më shkoj menja qohëm kom, që janë gjes ati mbretit, edhe si e qau letrën t'ja t'qaj unë ati kokën. Ama në moment më shkoj në mend, pejgamberi Allahut më ka dërgu mu, vetëm qikit letër me e pru, qika që? Qash më ka thonë Allahu Gjelal? Pastaj, tha u frigova mos po bëj dhe një lëvizje, ndo një pun që ka me dëmtu islami. Qife? Do bëj dhe një pun që ka me dho një pasyre të keqe islamit. Edhe u frigova edhe e lash, edhe u ktheva, ja dhaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur e mori e tregoi rastin, i tregoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çka tha, e tha çata ajetin kuranor. Lanet Allahu ala zalimin. Mallkimi, laneti Allahut është mbi zullumqtarët. Laneti Allahut. Allahu Xhelal atëri e shkoqë edhe e qanë. Ska nevoj me bona. Edhe shka ndodhi? Ndodhi pas që periudhe kohore, grinde, të lovi, të lashet, mbrenda pushtetit persian, zbritin popull dhe fundi. Djali i vet e merë shpatën, e merë babën e vet, edhe e merë edhe e therë edhe e banë copa, që ashtu sikur që e bonja i letrën e Muhammedit a.s. Allahu Xhelal kështu e tregon fundin e zullumqtarëve. Kështu fundi i zullumqtarëve. Edhe tash dua të rrumullaksoj me thonin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ndan tre lloj zullumësh. Zullum që nuk e fal Allahu, zullum që Allahu Xhelal mund ta falë, edhe zullum që Allahu Xhelal patjetër ka të merr në llogari, pa të marrë në llogari s'ta fal. Zullumin që nuk e fal, e përshkruan edhe Allahu Xhelal në Kur'an. Inna shirke le dhulmun adhim. Zullumi më i madh është shirku, përveç Allahut ta bëj dikant tjetër Zot. S'po im këtë pedë. Më i madh, Allahu nuk e fal. E dyta që Allahu Xhelal mund të ta falë, është zullum që t'ja ki bën vetvetes. Po si ja ki bën vetvetes zullumi? Ja ki bën vetvetes se nuk i kry obligimin që i ki ndaj Zotit. Allahu të ka thonë falë namaz, ti s'fal namaz. Allahu Xhelal të ka thonë ti agjiroj, jo në zef, nuk agjiroj. Obligimin që i ki ndaj Allahut, Allahu Xhelal në qofë se donë më vonë, si të pendohesh, si dohet t'i falë. Do të Allahut është. Edhe e treta që Allahu Xhelal nuk e falë pa të marrë në llogari, që do të nalë me vëllezër. Është zullumi që i bëjmë njëri tjetrit. Njerëzit me vetë. Zullumi që e ban mrena në shtëpi. Bab, evlat, bab, vlla, motër. Allah nuk ta fal pa e marrë halallëkin këtë dunjë. Zullumi që e ban jashtë shtëpisë, kushi, mohall, akraba, familje. Zullumi që e ban me mushterim, zullumi që e ban vendin e punës, zullumi që e ban atit tjetrit. Dhe zullumi më i madh që na ka kaplu neve shqiptarëve. Sot, në qikit vend, çdo troje, shpionazha. Allah s'te fal. Jo vallahi. Qoftë i ki bën spion vllai tën. Allahu Xhelal nuk ta fal. Në botën e ardhshme kur të dalish takohesh, gjithë ata vëllezër tu besimtar musliman ti kishit. S'ta fal Allah. E çka zullumi më i madh? Ndërua vëllezër, Allahu Xhelal ka thënë gjatë tërë historisë faraona, edhe ka me pas faraona. Por unë parastroj pyetjen, ka shi faraonave sa ka me pas Musa dhe Haruna. Ka shi faraonave sa ka me pas besimtar musliman të lidhur me Allahun Xhelal. Ndërua vëllezër, të mësohemi kadal, të mësohemi. Mos të akuzojmë tjerët, po të mësohemi të marrim pyetje vetvete. Çtu ta mësojmë, çka zanat ta marrim. Ta marrim në pyetje vetvete. Na, ta bëjmë sual vetveten, që thoshte Hazreti Omeri. Ta marrim sual vetveten para se me na marrim sual Allahu Xhelal. Lusë Allahu Xhelal inshallah në rrugën e drejtë na udhëzon. Gazjarmi i xhenemit na mbron. Xhentul Firdosi nasip na e bën. Na mundson jetë begashme bereqet dhe inshallah na mundson më në fund të vdesim me shahadet, duke thonë ashhadu an la ilaha illa Allah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.